Sipas drejtorit të shërbimeve publike Eridion Rustemi, e gjitha kjo ka ardhur për shkak të intensitetit lartë të rreshjeve të shiut. Në 24 orë të fundit, ajsa rreshjet kanë shkuar deri në 124 mm rreshje, këto të rëna sa për gjithë vitin. Në kushte të tilla, prurjet e lumit Devoll kanë qenë në maksimum, duke bërë që ujërat të dalin sipër argjinaturës dhe të shkaktojnë përmbytje në fushën e Maliqit, kryesisht në zonën torfike. Jemi përsëri në fshatin Sheqeras, ku dhe është pika të themi më kritike në bashkinë e Maliqit, duke marrë parasysh që gjatë 24 orëve të fundit ka pasur rreth 114 mm rreshje shi, e pa ndodhur ndonjëherë në qarkun e Korçës. Hasemi përsëri me problematikën në argjinaturën e lumit Devoll. Aktualisht atje janë 2 mjete ekskavator të bordit rajonal të ujitjekullimit që prej ditës të djeshme, gjithashtu dhe një ekskavator i madh i bashkisë të Maliqit, që ka filluar që dje të mundësojnë forcimin e argjinaturës, ku ishte edhe problemi në erën e kaluar në muajin nëntor. Ata pa ndërprerje rreth 24 orë janë aty duke punuar, por nga informacioni, nga prurjet e jashtëzakonshme të lumit Devoll, ku siç duken edhe nga pamjet janë të para ndonjëherë më përpara, uji ka kaluar mbi argjinaturën e lumit dhe është futur në pjesën torfike të zonës të Sheqerasit, në pjesën torfike të zonës së Sheqerasit, ku nga informacionet them që ka arritur në sipërfaqe 50% të torfës të jetë nën ujë. Sipërfaqja e përmbytur deri më tani ka kaluar mbi 3200 hektar. Për të normalizuar situatën, janë duke punuar forca të shumta civile nga Bashkia Maliq, bordi i kullimit dhe 3 ekskavator.